Ndodhem në sheshin Skënderbej të Tiranës, ku pas pak do të fillojë Tirana Maraton 2025. Në këtë maraton do të marrin pjesë 5200 atlet maratonistë nga 57 vende të botës dhe do të zhvillohen gara të tilla si 10, 21, 42 kilometra, por edhe një garë speciale rreth unazës së vogël të Tiranës. Taulan, të mora vesh ju jeni organizatori i Tirana Maraton 2025. Na prezentoni pak për publikun e Alt TV Kanada, cili jeni ju, çfarë organizate përfaqësoni dhe prej sa vitesh e keni këtë eksperiencë duke organizuar Maraton Tirana ose Tirana Maraton? Në fakt kam eksperiencë 25 vjeçare që merr, unë jam Taulan Stërmasi, gjithë kohën në sport jam përfshirë me atletik. Jam trajner i klubit kombëtar për 25 vjetësh. Kam marrë pjesë në 6 lojrat olimpike të radhës, pra që nga ftim 2004 deri në Paris 2024, që ka qenë në fundit. Kemi sigurisht, kemi zhvillime, kam pas sportistë nivele shumë të lartë. Admir Bregu, Klodiana Shala, sportistja e fundit është Luiza Geka, që është sportiste ime, kështu që kam 25 vjet që jam nivele shumë të larta botërore, në aktivitet më të mëdha botërore. Besoj se në fakt është shumë flasësh për vete, po duket se kam ja 15 kampionate botërore rresht që kam qenë sallat në sallat hape, pra çdo aktivitet kampionat botëror evropian kam qenë prezant. Sigurisht që kjo ndihmon shumë në eksperiencë për të kuptuar se si zhvillohen aktivitetet në nivelit lartë. Tirana Maraton, siç i brend ndërkombëtar tani më, është edicioni 9 i saj dhe ky është viti i parë që organizoj unë. Përpara kanë qenë kolegë të mirë dhe sigurisht me ndihmën e madhe të Bashkisë Tiranë, e cili është promotori kryesor që edhe Tirana kishte maratonin e saj. Nga vit në vit po rritemi, jemi 5200 veta sot. Ndërkohë, ky është numri im i final, po besoj se vazhdojnë regjistrimet, kështu që ndoshta do kemi numër më të lartë se kaq. Kemi 57 shtete që janë regjistruar për të marrë pjesë dhe vërtet shtete që janë shumë të larta, që do të thotë Tirana është bërë destinacion jo vetëm turistik më, por edhe sportiv. Nga janë për shembull këto atletë që do marrin pjesë në këtë maraton? Po 57 shtete është vështirë me të numëruar një për një tani. Më të larta s'ka më të lartë Bregu Fildisht për shembull, që më duk çudit domethënë që Bregu Fildisht. Nga Amerika Veriut keni? Kemi absolutisht nga, Amerika Veriut i ka gjithkohën kanë qenë prezent, pra nuk është rëndësi më që të kesh nga Kanadaja, nga Amerika, nga Meksika, domethënë këto janë domethënë absolutisht Kuba patjetër, që është nga Amerika Latine. Kontinenti azjatik po. Azjatikët patjetër, po them jemi nga Bregu Fildisht, do thotë është vërtet pjesëmarrje nga Kenia, kemi Ukraina, pra Europa është pothuajse e gjitha. Po, si nis maraton, Tirana Maraton, në çfarë ore dhe çfarë grupe atletësh dhe çfarë distancash do të përshkruajnë këta 5200 maratonistë atletë? Kemi 4 kategori. Një nga kategoritë është ujtu, që ne ishim kategorinë me nevoja speciale, që janë me karroca. Kemi 10 km, 21 dhe 42 km, që është maratona plot. Disiplina e parë që do fillojë në orën 9:00 do të jetë 10 km, që ka 75% të volumit të gjithë atletëve të regjistruar. Dhe pastaj në orën 9:00 apo 9:20 do të jetë besoj 9:15, varet se sa kohë do duhen 10 km për të mbaruar. Nisjen do të nisë disiplina e dytë që është 21 dhe 42 së bashku, të cilët 21 km do bëjnë një xhiro, kurse 42 do bëjnë 2 lap, 2 xhiro. Dhe pastaj do nisi ujtu. Kjo është itinerari, kemi tjetër itinerar dhe një itinerar bën konsistencë për gjithë ato që kanë ngaruar në mënyrë që të kenë mundësi dhe të kenë atë njohjen, por flas për ndërkombëtar si shqiptarët kryesisht e kanë prej kohës. Kenë atë njohjen e vrapimit dhe itinerari shumë i bukur se kalon mes qytetit. Dhe kur kalon mes qytetit gjithë zona dhe kap një pjesë të liçenit dhe bën vërtet interesante. Pra zona skajore do jetë parku i madh i liçenit artificial, bulevardi Zogu i parë, pastaj shkojmë rrugë Durrësit, rrugë Kavajës, Myslimshyr, shkojmë rrugës Lanës, shkojmë deri te Gjykata rrethit, pastaj kthehemi drejt te Ishgarda, futemi në blok, kalojmë blok dhe pastaj shkojmë te liçeni, bëjmë itinerari i liçenit, një trajektore të plot, kthehemi pastaj dalim te universiteti dhe pastaj bëjmë finish në bulevard Tukujera. Po grupi i fundit çfarë distancë do të ketë? Grupi i fundit është ujtu, i cili bën një trajektore shumë vogël, i cili është trajektore rreth i çak unazës vogël Tirana, si quhet 2.5 km, i cili janë njerëz me karroca dhe është një për simbolik. Është iniciativë që ne duam të përfshijmë gjitha grupet. Pra nuk ka asnjë aktivitet i cili ndalon sa grupe mund të marrin pjesë, sa grupe s'mund të marrin pjesë. Po, Taulan, por deri për të ardhur tek dita e diel kur do zhvillohet Tirana Maraton 2025, sa kohë ju është dashur ju me punën tuaj të organizoni të eveniment botror, ta themi kështu? Mendoj që kemi pas kohë të vogël, mendoj që duhet fillojë një vit përpara, po kemi 3 muaj që punojmë fort, është një grup 100 veta që merret çdo ditë, jo vetëm me komunikimet, me njerëzit, por po flas deri në nivelin e stendave, banerave, rrugës, pastrimit rrugës,
nëse ka gropa, rregullimin e gropave të rrugës, bashkia është tash faktor kryesor. Janë ato kryesorët që e bën këtë gjë lëvizjen dhe sigurisht dhe ne si organizatorë të gjithë grupi punës e bën që gjëja dalin sa më mirë. Dhe ne mendojmë që çdo vit do dalin më mirë se çka qenë përpara. Por lufta madhe ka qenë për vitet e para që aty është vështirësia, sa të krijohet dhe tash është më e lehtë për gjithë tjerë që Ta ulam të falenderoj sinqerisht për këtë intervistë ekskluzive që dhe për Art TV Kanada. Faleminderit ju. Faleminderit. Kështu filloi maratona e Tiranës 2025, eventi më i madh sportiv në kryeqytet, i cili vjen këtë vit me edicionin e saj të 9. Ky edicion shënon gjithashtu vitin kur Tirana mban titullin kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Janë 5200 atlet maratonistë nga 57 vende të botës që morën pjesë në Tirana Maraton 2025. Le të filloj kjo kategoria, nisim së bashku, ja vëshojmë që karuesit janë nisur në kategorinë Windu. Ne i urojmë shumë suksese dhe i falenderojmë nga zemra që sot janë marrë pjesë e Tirana Maraton e dhe që do të shojmë garën e Ja çfarë thanë vetë atletët maratonistë që morën pjesë në garën 10 kilometra. Shohim sapo mbaruat garën e maratonës së 10 kilometra. A është hera parë që merrni pjesë në një maraton të tillë? Maraton të tillë vështirë po, hera parë që marr pjesë. Ishte një garë spektakolare, shumë e bukur, kënaqem jashtëzakonisht. Një ambient sportiv i jashtëzakonshëm. Unë me veten time jam shumë i kënaqur. Për sa minuta e zhvilluar? 39 minuta. Se jam në moshën 48 vjeçare. Është një arritje shumë e madhe për mua. Ke marrë pjesë në maratona të tjera në Tirana Maraton? Viti 4, marrë pjesë në maratona të tjera, në qytetet ndryshme edhe jashtë. Po, në Tirana Maraton 2025 është hera e 4 që merrni pjesë. Hera e 4. Është editori 9 që ne marrim pjesë në maratonin e Tiranës. Unë jam një sportist aktualisht amator. Bëj pjesë efektivat e forcës amatorë Patriotik Shqipërisë me gradë major, Ervin Hysi, përfaqësoj një gjerësi rreth 300 efektivat të forcës amatorë të Republikës Shqipërisë Që morën pjesë në këtë maraton. Që morën pjesë në këtë maratona me 3 disiplina, 10, 21 dhe 42. Nga sheshi Skënderbej i Tiranës, ku sapo ka përfunduar Tirana Maraton 2025. Për Art TV Kanada raportoi Lorenz Shehu.